I ndjeni këmbët dhe duart të ftohta. Ky është problemi shëndetësor që po ju kanoset. Është koha e vizitave që zakonisht njerëzit bëjnë kur ndjenen ftohtë, sidomos në gjymtyre të tilla si duart dhe këmbët e tyre. Ndërsa disa fajsojnë motin ose luhatin e temperaturave dhe organeve, ekzistojnë shkaqe të tjera të cilat mund të jenë më serioze në natyrën e tyre dhe të shpjegojnë pse po ndjeni ekstremitetet tuaja realisht shumë të ftohta. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim disa nga shkaqet kryesore të cilat mund të nxisin edhe problemin e ftohjeve të ekstremiteteve tuaja. Qarkullimi i dobët i gjakut. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kur njerëzit pyesin pse duart dhe këmbët gjithmonë i kanë të ftohta, një nga përgjigjet më të zakonshme është qarkullimi i dobët i gjakut. Kjo mund të ndodhë si rezultat i jetesës jo të shëndetshme, i pirjes së tepërt të duhanit, e cila shkakton ngushtimin e enëve të gjakut dhe kjo redukton rrjedhjen e gjakut në gjymtyr. Një problem tjetër mund të jetë sëmundja Raynaud. Pavarësisht nga natyra e saj relativisht e panjohur, sëmundja Raynaud prek 10 milion njerëz në Mbretërinë e Bashkuar dhe 90% e tyre janë femra. Enët e gjakut në duar dhe në këmbë reagojnë negativisht ndaj temperaturave të ulta ose stresit, gjë e cila sjell kufizimin në furnizimin me gjak në të gjithë trupin. Në një tjetër simptom e kësaj që mund të jetë ngjyra e zbehtë ose errët e duarve dhe këmbët tuaja. Anemia. Anemia shkakton lodhje, zbehje të lëkurës së bashku me duar dhe këmbët e ftohta. Kjo shpesh ndodh si rezultat i mungesës së ekurit. Anemia shpesh mund të çojë në sëmundje Raynaud në qoftë se nuk diagnostifikohet. Shpeshherë kjo mund të paraqitet edhe me gjymtyrët tuaja të ftohta, kryesisht në pjesën e majave të tyre. Anemia mund të jetë një shkak i cili kërkon vëmendjen të shtuar mjekësore për të evituar komplikacionet. Edhe diabeti mund të jetë një arsye pse i ndjeni këmbët dhe duart të ftohta. Diabeti mund të jetë një nga shkaqet kryesore për duart dhe këmbët e ftohta. Një kombinim i qarkullimit të dobët dhe presionit të lartë të gjakut e bëjnë të vështirë që gjaku të arrijë në gjymtyrët tuaja, dhe kjo mund të paralajmërojë probleme serioze. Ndaj paraqituni tek mjeku për të marrë gjithashtu edhe një zgjidhje mjaft të mirë dhe relative. Roli i stresit dhe i ankthit gjithashtu mund të jenë ndikues në përkeqësimin e çështjeve tuaja. Stresi dhe ankthi gjithashtu janë fajtorët kryesorë të problemit. Ai mund të kundërpërgjigjet natyrshëm për trupin tuaj, të cilat mund të sjellin stres ose nervozizëm dhe të lëshojë më shumë adrenalin në gjak. Kjo shkakton enët periferike të gjakut të shtrëngohen. Një gjë e tillë e bën të vështirë furnizimin me gjak në zonat ekstreme. Problemet me qarkullimin e gjakut mund të jenë një tjetër arsye. Qarkullimi jo i rregullt i gjakut shkakton ftohje të përsëritura të këmbëve dhe të duarve. Qarkullimi problematik vjen si pasojë e një jete sedentare ose qëndrimit ulur për shumë kohë. Duanpirja gjithashtu mund të shkaktojë vështirësi për gjakun që të arrijë në çdo zonë të trupit. Kjo është arsyeja pse njerëzit që pinë duhan ankohen se kanë ftohtë nga këmbët dhe duart e tyre. Ftohja e këmbëve dhe e duarve mund të shkaktohet edhe nga çrregullime nervore ose tiroide dhe mungesa e hormoneve, që ndikon edhe në çdo kënd të organizmit. Prandaj, nëse dyshoni se keni këto problematika, bëni një konsult me mjekun tuaj. Gjithashtu një zgjidhje është edhe lëvizja sa më e mirë e gjymtyrve. Lëvizja është një nga mënyrat më të lehta për të ngrohur trupin dhe për të rikthyer qarkullimin e gjakut nga lart drejt këmbëve. Kryeni aktivitete fizike të shpeshta që t'ju ngrohin trupin. Vishuni mirë me çorape të ngrohta. Bëni banjo të ngrohta për këmbët për 10 deri në 15 minuta. Mbani një borsë ose një shishe me ujë të ngrohtë te këmbët. Konsultohuni me mjekun në rast se përjetoni plogështi, rënje në peshë, temperaturë, dhimbje të kyçeve të gishtave, njolla në lëkurë. Nëse ju ndjeni se gishtat i keni të ftohtë, por në prekje ato janë në temperaturë normale, atëherë vizitohuni tek mjeku sepse kjo është një tregues i dëmtimeve të ndryshme nervore dhe ka nevojë për një trajtim nga specialisti. Ekstremitetet e ftohta mund të paralajmërojnë shumë probleme.
por ju duhet të mos i neglizhoni ato dhe të paraqiteni tek mjeku për të përmirësuar shëndetin tuaj dhe për të evituar komplikacionet. Shpesh njerëzit kanë probleme me këmbët e ftohta, dhe shpesh kjo mund të jetë e padëmshme, por ekspertët thonë se te disa njerëz kjo mund të tregojë edhe probleme të caktuara shëndetësore. Ata ju këshillojnë që të kontrolloheni tek mjeku nëse diçka është jo në rregull, nëse këmbët tuaja janë vazhdimisht të ftohta dhe gjithashtu nëse keni disa simptoma të tjera. Një nga shkaqet më të zakonshme të këmbëve të ftohta gjithashtu janë edhe temperaturat e ulta. Kur jeni të ftohtë, enet e gjakut në këmbët tuaja ngushtohen për të parandaluar kështu humbjen e nxehtësisë së trupit, e cila mund të shkaktojë edhe ftohjen e këmbëve. Dhe paraqituni tek mjeku për një trajtim të specializuar kundër këtyre komplikacioneve. Një nga shkaqet më të zakonshme të ftohjes së këmbëve është qarkullimi jo i mirë i gjakut. Anemia, diabeti, hipotiroidizmi dhe çarkullimet nervore janë disa nga shkaqet e tjera të ftohjes së këmbëve, dhe prandaj duhet të konsultoheni me mjekun tuaj përkatës. Nëse nuk keni ndonjë problem shëndetësor dhe këmbët tuaja janë të ftohta, ja si mund të zgjidhni këtë problem në kushte shtëpie. Lëvizni. Ndonjëherë këmbët e ftohta janë vetëm pasojë e një jetese të ulur, e cila mund të ndrysojë qarkullimin e duhur të gjakut në ekstremitetet e poshtme. Kjo është arsyeja pse këmbët tuaja janë të ftohta. Atëherë, e tëra çfarë ju duhet të bëni në këtë rast është të lëvizni gjymtyrët më shumë. Shumicën e kohës kaloni në këmbë, jo në divan. Ushtrimi i rregullt është një ide e shkëlqyer për të nxitur qarkullimin e gjakut. Mbroni këmbët dhe duart tuaja. Ekspozimi i duarve dhe këmbëve në temperatura të ulta mund të rezultojë në gjymtyrë të ftohtë, dhe për këtë arsye ju duhet të mbroni gjymtyrët tuaj. Vishni çorape mundësisht disa më të trasha edhe kur jeni brenda. Veshja e çorapeve është një mënyrë efektive për të parandaluar humbjen e nxehtësisë së tepërt të trupit përmes këmbëve. Përdorni shishe të nxehta. Kur këmbët tuaja janë të ftohta, merrni një shishe dhe mbusheni me ujë të ngrohtë. Mbështjelleni atë me një peshqir të vogël dhe uleni në dysheme, pastaj mbështetni këmbët te shishja. Masazhoni gjymtyrët tuaj më shpesh. Ngrohni vajin e ullirit në një furrë të vogël dhe mikrovalë për disa sekonda. Mos e ngrohni shumë vajin për të shmangur djegjet. Masazhoni vajin e ngrohtë në gjymtyrët tuaja. Këshillohet si një ndërtues i shëndetit. Kur këmbët tuaja thithin mjaftueshëm vaj, vishni çorape pambuku për t'i mbajtur këmbët tuaja më të ngrohta. Kështu do të keni një lehtësi më të mirë këtyre shqetësimeve. Ekzistojnë shkaqe të ndryshme pse i keni gjymtyrët e ftohta. Ndonjëherë arsyeja është e thjeshtë dhe mund të jetë edhe vetë i ftohti. Nëse jeni me xhinse dhe me një bluzë i keni këmbët e zbathura, kuptohet që do të ftohen më tepër, por shkaqet e tjera mund të jenë qarkullimi jo i mirë i gjakut. Ky është një nga shkaqet më të shpeshta për këmbët e ftohta. Qarkullimi jo i mirë mund të bëjë vështirësi kalimin e rregullt të një sasie të mjaftueshme të gjakut të ngrohtë në këmbë, duke mbajtur kështu më të ftohta pjesë të tjera të trupit. Problemet e qarkullimit mund të vinë si rezultat i problemeve me zemrën. Kur kjo e fundit ka vështirësi të pompojë gjakun në trup me një ritëm të mjaftueshëm, gjithashtu qarkullimi jo i mirë i gjakut mund të vijë dhe të qëndrojë shumë ulur, si rezultati i një jete sedentare. Nëse qëndroni ulur në karrige gjithë ditën, mund të kesh edhe këtë problem. Duampirja mund të shkaktojë gjithashtu qarkullim jo të mirë. Diabeti tipit 1 dhe diabeti tipit 2 mund të jenë rol ndikues. Diabeti mund të shkaktojë jo vetëm këmbët të ftohta kur i prek, por mund të ndjeni edhe këmbët më të dëmtuara në nerva. Simptomat të tjera mund të përfshijnë ndjenjen e mpirjes, tharjeve të lehta të këmbëve të tjera. Hipotiroidizmi. Ky çarkullim ndodh kur tiroidja është pak aktive dhe nuk prodhon mjaftueshëm hormon. Kjo bie ndesh me metabolizmin e trupit. Meqense metabolizimi kontrollon rrahjet e zemrës dhe temperaturën e trupit, një tiroide pak aktive mund të kontribuojë në qarkullim të reduktuar dhe këmbë të ftohta. Nëse ndjeni këto shqetësime, paraqituni tek mjeku për të marrë një trajtim të specializuar dhe mos i neglizhoni, pasi mund t'ju kushtojë në shtrenjtë në të ardhmen. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.